Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studioja qendrore e Radio Televizionit Shqiptar dhe filloi kështu emisionin ADN, Art Demokraci Natyri Lili Zeiri, emisionin e 24-të. Këtë javë unë kam veçuar si ngjarje kryesore takimin e datës 27 shkurt midis Albin Kurtit dhe Aleksandr Vučićit. Dhe përpara se të filloj komentin tim, dua t'ju rikujtoj që ky emision transmetohet në valët e RTS 2, në RTS satelit, në valët e Radio Tirana 295.8 MHz. Atëhere, sigleta dhe komentin tim të cilin unë e kam titulluar Dialog po, por me SBA-n dhe me Brukselin, jo me Vučić. Sigleta dhe komenti im. Takimi i datës 27 shkurt midis Albin Kurtit dhe Aleksandr Vučićit në Bruksel në prani të përfaqësuesve të lartë të BE-s, Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak, pason takimet e mëparshme mes këtyre dy drejtuesve të lartë të Kosovës dhe Serbisë. Ky takim ishte më i rëndësishmi dhe u zhvillua në një kontekst tjetër. Në takimet e tjera, dialogu Kosovë-Serbi nënkuptonte normalizim të marrëdhënieve mes këtyre dy shteteve, por më shumë duke i dhënë përparësi Serbisë, e cila kishte arritur që të paraqitej edhe si viktime këtij procesi, por edhe si e hapur për dialog. Për shkak të pozicionit të privilegjuar, të ndërtuar nga një traditë gjatë diplomatike, për shkak edhe të pozicionit gjeopolitik me një peshë të përfillshme në Ballkan, Perëndimi, por edhe SBA-t, kërkonin ta shtynin Serbinë drejt proceseve demokratizuese dhe drejt integrimit europerëndimor me qëllim që ajo të braktiste traditën e errët të së kaluarës. Vučić ja ka dalë që të paraqitet si një lider që dëshiron ta dërgojë vendin e tij në Europë. Edhe dialogu që ka nisur në Ballkan, dhe sidomos lidhjet e reja që janë vendosur mes Shqipërisë dhe Serbisë, paraqitja si mik i Edi Ramës me Aleksandr Vučić, madje edhe përpjekja e kryeministrit të Shqipërisë për ta nxitur Vučićin ka Perëndimi, edhe nisma si Ballkani i hapur, ku Serbia merr pjesë dhe Kosova jo, kanë krijuar iluzionin e udhëheqësit që po përpiqet të ndryshojë kursin e nacionalizmit dhe filozofinë e panslavizmit. Kosova e përçar politikisht dhe tani në fund me një udhëheqës i cili në vend që të zgjidhte kohezionin mes forcave politike të Kosovës dhe në vend që të zgjidhte diplomacinë si gjuhë dhe si mjet për të përballur me Serbinë dhe më në fund në vend që të zgjidhte Perëndimin dhe SBA-t sidomos si partner në dialog, Albin Kurti në vend të gjitha këtyre ka zgjedhur monologun dhe artikulon të vërteta historike duke e paraqitur kundërshtarin e tij shekullor ashtu siç edhe e njeh tradita dhe ashtu siç edhe ai është i vizatuar në imazhin kolektiv të shqiptarëve. Mirë po, në diplomaci, historia është vetëm një premis dhe shërben si shtys derisa ulesh në tryez. Kur ulesh në tryez, nuk e shkëmben dot historinë dhe as e ndryshon dot atë. Në tryez ulesh për të paraqitur të tashmen dhe për të fituar të ardhmen. Mirë po, edhe këtë radhë koha punoi për shqiptarët. Vladimir Putin i bëri dhuratën më të madhe Kosovës. Siç vinte në duke me të drejtë general Sandr Leshaj në emisionin ADN 23, me agresionin në Ukrainë, Putini krijoi kombin Ukrainës dhe forcoi NATO-n. Ai u shfaq si agresor, ridimensionoi edhe një herë historinë tragjike të së shkuarës, dhe zgjatimi i Putinit në Europë ishte Serbia e Aleksandr Vučićit. I gjendur në këtë udhkryq të rrezikshëm dhe fatal, Aleksandr Vučić nuk e kishte më shkëlqimin e dikurshëm, sepse luhatjet e tij dhe paqartësia për t'u ndarë nga Putini i treguan Perëndimit se Serbia është potencialisht një mundësi për destabilizimin e Ballkanit. Një aleat i Putinit në Ballkan ishte një alarm për Perëndimin. Ndaj edhe këtë radhë u vu në tryez drafti i quajtur franko-gjerman që i detyron palët ta firmosin pa kushte. Të gjithë po merren me përmbajtjen e këtij plani dhe numërojnë të mirat apo të këqijat e tij. Unë nuk dua të hyj në këtë spirale sepse as nuk i shtoj dhe as nuk i heq asgjë asaj marrëveshje. Kosova është një shtet i krijuar nga rezistenca e gjatë e shqiptarëve për të mos u asimiluar dhe për të ruajtur identitetin e saj etnik, që kulmoi me rezistencën e armatosur të UÇK-s dhe që u sanksionua nga SBA-t në fillim dhe nga fuqitë e mëdha perëndimore më pas. Njësoj si Shqipëria që u njoh shtet nga një konferencë ambasadorësh. Historia
ka qenë anën e shqiptarëve dhe koha u ka dhënë të drejtë atyre duke treguar se ata që i kanë pushtuar apo që u kanë aneksuar territore dhe i kanë coptuar, më në fund kanë dalë të humbur për shkak se perëndimi me shëbat në krye pas 2 luftrave botërore garantuar në një masë jo të vogël lirinë e kombeve dhe u bën mbrojtëse të kufive dhe shteteve të Aleancës Euroatlantike në fillim, por edhe të vendeve të tjera që mund të cënoheshin nga agresionet e fuqive imperialiste. Këtë forcë ato e shfaqën kundër Miloševićit dhe po e demonstrojnë edhe sot në mbështetjen që po i japin Ukrainës dhe me izolimin dhe shpalljen agresor hitlerian të Putinit. Ndaj Kosova dhe Albin Kurti duhet ta dinë se partneri i tyre në Tryezë ku kërkohet normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë janë SBA dhe BE-ja, jo Vučići. Serbia, ashtu si Rusia, kur nuk mund të heqin dorë nga filozofia e tyre se armiku që po shkatron panslavizmin është perëndimi. Ndaj takimi 27 shkurtit pati edhe një vlerë tjetër. Më në fund, siç thoshte Merobaze në një editorial të tij, Kosova shpëtoi nga Albin Kurti dhe vetë ky i fundit shpëtoi nga personazhi që kishte krijuar përpara 27 shkurtit. Ky ishte komenti im. Dhe tani, të nderuar miq, kam kënaqësinë t'ju them se në studio kam të ftuar një mikun tim të afërm, që është shkrimtar, gazetar, njëri që ka provokuar opinionin publik, hapësirën tonë publike me qëndrimet e tij koherente, guximtare dhe shumë të ndershme. Ky është Mustafa Nano. Me të unë do të bisedoj për disa çështje, por përpara se të filloj bisedën me të, sigleta Demokracia dhe regjia e di që unë i kam bërë një dhuratë Mustafaj, do ta pres me një këngë të Demir Zykos, që mua më pëlqen, po besoj dhe Mustafajt i pëlqen. Atëherë sigleta, pastaj kënga e Demir Zykos. Dhe në studio, mirë mbrëma Muç, mirë se erdhe. Njerë të përgëzoj që erdhe në studio me mua, sepse takimin me ty e kisha planifikuar prej kohësh dhe kam dashur, si që di ti, prej kohësh që ta paraqes krijimtarinë tënde, punën tënde voluminoze që ke zhvilluar në këto kohë, sa herë që më është dhënë rasti, ju e dini fare mirë këtë. Por në mënyrë që publiku ta si thua, ta ridimensionoj edhe një herë figurën e Mustafa Nanos, unë po lexoj një bio të shkurtër të tij, e cila do të ilustrohet në led edhe me punën që ka kryer Mustafa. Mustafa Nano u shfaq si gazetar dhe publicist pas vitit 1997. Ai nisi karrierën duke ushtruar profesionin e inxhinierit të elektronikës pas diplomimit të tij në këtë fushë në Universitetin e Tiranës në vitin 1985. Më pas në periudhën 90-94 u përfshi në veprimtari politike, prej vitit 94 deri në 97 punoi si diplomat, që nga 97 në vijim përveç se ka shkruar për një numër gazetash të përditshme si Shekulli, Korrieri Shqip, ka moderuar edhe disa programe televizive si Deja Vu në Top Channel, Provokacja në ABC News dhe Arnautistan në MCN TV. Për gjatë gjithë karrierës së tij si gazetar është përfshirë edhe në debatin publik, sidomos në çështjet politikës, kulturës, historisë, feve. Kritika e tij ndaj fanatizmit fetar, veçanërisht atij islamik, dhe ndaj fanatizmit të përgjithësisë, si dhe qëndrimet kontroverse ndaj disa figurave apo periudhave të historisë janë shoqëruar me reagime dhe polemika të shumta. Rolin e intelektualit angazhuar e ka ushtruar edhe në fushën e interpretimeve, në salla teatrosh, ka dhënë disa shfaqje të një zhandri kundërturet ligjërimi publik dhe komedia e stand-upit, nëpërmjet cilave ka vjuar të mbrojtë të njëjtat ide dhe të mbajtë të njëjtat qëndrime me një gjuhë skenike, unë do të shoja këtu dhe duke thyer disa tabu. Megjithatë, kontributin më të rëndësishëm ka dhënë si shkrimtar, pas vitit 2000 ka publikuar një numër librash, prej cilave kanë tërhequr vëmendjen Hinterlandi i kuq, të cilin unë kur e kërkova të bukin list, nuk gjendej, domethënë, megjithëse është botuar 2 herë, apo jo. I cili është një përshkrim me detaje i elementeve biografik të jetës së tij, të personazhit gjatë regjimit komunist. Pastaj librat studimor, librat që i përkasin sipas me fushës albanologjike, ju e keni pasuruar atë fushë
Dhe unë e kam thënë dhe kur ne jemi mbledhur për diskutuar për librat tuaj që kontributi juaj në këtë fushë është një anë e çmuar e studimeve albanologjike, e cila duhet bëhet model, mendoj unë, edhe për institucionet që merren me këtë fushë, siç është antropologjia për shembull, sepse ju keni dhënë kontribute, por për këtë do të flasim pak më vonë. Pra Pax Albanica, Sandwich, Botimi i parë, Sprovat si e kam njohur dhe Provokateur dhe romanet Lam Tumir Baba, Një javë në manastir. Sa kaq libri i fundit Geg dhe Tosk është një ulëmtim shtërues mbi historinë e dy pjesëve përbërëse të kombit shqiptar. Dhe pastaj ju keni shënuar, unë kam shënuar diçka këtu dhe për librin Sandwich, që ju e keni rimar, më duket, edhe një herë tjetër? Jo, është bërë një redaktim, ripunimi lehtë, por nuk ka ndryshim esenciale. Okej. Atëherë, i dashur mu që kjo është një biografi e shkutër, por unë kësaj biografie që e kam marrë nga të tjerë, jo nga ti se ti stoje të mjepje biografin tënde. Unë kësaj do të shtoja diçka aty që kam thënë edhe kur kam bërë shkrimin për librin tuaj, Hinterlandi i Kuq, që ju keni hyrë në hapësirën publike shqiptare si gazetar fillimisht, si analist fillimisht, por më pas viteve 2000, nga ato që unë kam lexuar, librat që kam lexuar nga librat tuaj, jam befasuar nga skrupuloziteti, gati një studiues, ju jeni mbyllur, keni vite që jeni mbyllur në dhomë dhe nuk keni lënë gjë pa lexuar çfarë ka lidhje me Shqipërinë, me Shqipen, me historinë e Shqipërisë, po me historinë e feve, me teologjinë, me studiues të huaj dhe të brendom. Keni bërë një punë që mund ta bëj vetëm një institut historie dhe një institut letërsie. Dhe unë për këtë të përgëzoj. Dhe kjo është një nga arsyet që unë dua t'ju paraqes sot edhe përpara publikut të ADN-s, të përgëzoj për këtë mundësi. Atëherë do hidhemi në pyetjen e parë. Pyetja e parë që unë kam dashur të bëj, që t'ju ngacmoj juve, si të thuash, është kjo. Kur ju shfaqet si personazh tërhoqër vëmendje sidomos për pavarësinë e mendimit dhe pasionin për fjalën, kur filloi interesi për të mësuar më shumë për tipin e shqiptarit të mbuluar në rrymë të kohës nga besytnit, ndarjet Geg Tosk të mbështjellë me fe dhe me ideologji? Kur e patët këtë ngasje pra për të, si thua, për të shpështjellë rrjetën që na mbulon të gjithëve, se ne të gjithë jemi, si të thua, të mbështjellë me histori, me traditë, me gjithçka. Po besoj që ka ndodhur pas vitit 2000 e pak. Unë kur fillova të bëja gazetarin e lirë, unë sigurisht kisha një formim timin, po lëmë një anë dhe inxhinierike, po një formim timin, le të themi si njëri i dhënë pas libra, kështë lexuar librat të historisë, jo në historisë Shqipërisë, por edhe të historisë botës. Por, si do qoftë, kësha lexuar letërsi, sigurisht, por nuk kësha lexuar në një të madhe, në një vështrim shumë të përgjithshëm, nuk kësha lexuar në një të madhe, sepse kësha lexuar atë që më ofronte tregu këtu para vitit 90, dhe pas vitit 90, çka kam mundur, kam bërë ca lexime që unë i quaj, kam quajtur lexime në panik, në emergjencë, doja lexoja sa më shumë, në mënyrë që të mbushja ca vrimë të zeza që kisha në kulturën time. Pastaj, në vitin 2000, unë bëra një zbulim që mu duk interesant, që unë po kërkoja të njihja botën dhe unë nuk njihja vendin tim. Edhe zbulova që kishte të huaj që njihte më mirë se sa unë. Edhe nuk ja falja vetës të gjë, fjala vjen, unë nuk ja fal vetës, edhe ky është një apel që unë bëj edhe për intelektual tjerë publik, që unë në moshën 40 vjeç, unë nuk dija mirë kush ishte Fishta, kush ishte gjitha jo elita intelektuale katolike e para luftës. Më falë mund që për ta ilustruar këtë bisedë që po bëjmë bashkë, unë kam marrë një kolazh nga fotot e Marubit. Po. Edhe unë kam lexuar, i vura detyrë vetes e lirë që t'i lexoja këtë autor, po Fishtën, po Koliqin, edhe gjithë tjerë, Anton Arapin. U vura t'i lexoja, edhe u vura t'i lexoja me pahir, sepse fillimisht kisha një problem me Shqipen e tyre. Siç mund ta kenë gjithë ata që nuk janë familjar me gengnishten. Edhe i lash librat të mes, nuk i lexova dot. Me idenë që do t'u rikthehem pak më pas. Sepse doja t'i lexoja për një ndjenjë detyre. Pastaj i rimora më pas, edhe derisa unë rikrijova apo ripërftova një marrëdhënie me gengnishten. Edhe unë mund të them sot, bile edhe me krenari,
kam një marrëdhënie të mirë me gegnishtën, një marrëdhënie shumë të mirë, që vjen edhe për një kompleks i faj, prandaj e them me krenari. Në fakt, po ta zbulosh mirë dhe po ta arrish, si thua, ta kuptosh mirë dhe si thua, t'ja marrësh vesh të gjitha sekretet, gegnishtja ka një, sidomos në letërsi, ka një ëmbëlsi, ka një bukuri, ka një ritëm që të mahnit. E ka edhe të skrisht, ja po. Sidomos për njerëzive, si puna ime, që këtë gjë po e bënda në moshën 40 vjeç, sa gjëra nuk bëhen në moshën 40 vjeç. Absolutisht. Unë kam bërë disa lexime që kanë bërë një moshë të vonuar, po vetëm unë, po edhe ti, disa lexime që janë të rëndësishme. Autorë që janë të rëndësishëm. Janë disa autorë që nuk mund lexohen në një moshë caktuar, duhen lexuar që herët, ose disa autorë do lexuar edhe vonë. Kam mbaruar gjuhë letërsi dhe Çetën e Profetën, me të cilën unë tash i mbaj në tavolinë se më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Çetën e Profetën, veprat e Budit, të Buzukus, në vetëm sa i përmendnin, më kupton. Domethënë, na thoshin që është një vepër e shkëlqyer, por unë nuk e kuptoja dot pse duhet ishte e shkëlqyer vepra e Bogdanit. Sepse atë lloj letërsie, për ato letërsie nuk flitej, më kupton, nuk njihej ajo lloj letërsie, domethënë gjithçka ishte mësuar mbrapsht. Po. Edhe, kështu që kur i vendosja të marrëdhënien e mirë me gegnishtën, fillova ti shijoja dhe fillova ti zhbyrloja dhe ti eksploroja këtë autor, për të arritur pastaj në një përfundim paradoksal. Unë fillova në fund fare, ti vlerësoja këta, po ti vlerësoja për atë që janë, jo për atë që shumë njerëz duan që ata të jenë. Absolutisht. Sepse vëre një lloj mistifikimi, një lloj santifikimi të këtyre autorëve, ku futet Konica, ku futet Branko Merxhani, ku futen tjerë, janë emra të rëndësishme, janë le themi tulla të rëndësishme në muret e ngrehinës së kulturës shqiptare. Por tani ka ardhur koha që t'i shohim pak, nuk kemi më në vitin 91-92, apo vitin 90, edhe t'i shohim pak me distancën e dur, edhe në mënyrë shumë racionale, edhe kështu që kam një mendimin tim tani të ftohtë, edhe për të gjitha emra. I konsideroj, përsërisht edhe njëra, eksponent të rëndësishëm të kulturës shqiptare, Fishtën e kompani, për të ndalur vetëm tek areali katolik, por nuk pajtohem tani më me tonet panegjerike që përdorin shumë njerëz edhe i bëjnë si le themi krem de la krem. Janë të mirë, të rëndësishëm. Edhe kaq mjafton, po u the këtë, thonë e ka thënë të tërë për ta njerëz. Përveç kësaj pastaj i dashur Muçi, juve, përveç kësaj, domethënë kjo të shërbeu, mendoj unë, si jemi prapë brenda kësaj pyetje, kjo të shërbeu si ajo nxemja, të themi, kështu që bën sportisti për të ndërmarrë pastaj për të filluar ndeshjen, sepse duke njohur mirë veprën e këtyre, po duke studiuar ajo që më ka befasuar tek ti, pastaj është edhe studimi që ti ke bërë në mënyrë të thellë kodeve zakonore shqiptare, por edhe institucioneve më të mëdha të teologjisë, islamizmit, edhe domethënë Biblës edhe Kuranit, më kupton, dhe ke lexuar gjithçka që lidhet, gjithçka, domethënë atë që mund të lexojë njeriu, si thua që ja del ti futet, ti ke lexuar këto. Çfarë vure re kur u fute këtu? Pas këtyre pastaj u fute në një tunel, kupton që Unë nuk e di, për gjitha që kam bërë skaner, u është dashur të bëj një skaner, apo nuk e di, që u fusin në trup, po një lloj, një lloj kamere, që është e vogël fare, dhe ajo shetit kudo dhe shet gjithë trupin. Dhe kur lexova Kanunin e Lek Dugagjinit, apo kur lexova këto aktorë, jo vetëm katolik, po edhe Tosh të Jugut, përmenda Konicën, përmenda Merxhanin, përmenda të tjerë, Tajar Zavalanin, e tjerë. Po më duke vetja si një kamer, po më duke vetja si po shifja unë në filmat që kështë filmuar, kështë gjiruar një kamer e futur në trupin e kulturës shqiptare, për herë të parë po i shifja zorët, po i shifja rropullit kulturës shqiptare, qytetërimi shqiptar. Edhe fjellëve në Kanunin Lek Dugagjinit, përsëris prapë identime, është e pafalshme për mua, por nuk kam faj, që ta lexoj në moshën 40 vjeç. Është një gjë që duhet lexuar herët. Moshën 40 vjeç ti mund ta rilexosh, mund ta studiosh dhe ta shqyrtosh, por edhe Bibla dhe Kurani. Janë ca libra që lexohen që herët, pastaj më pas rimeren për qëllime të tjera, për qëllime, le themi, studimesh edhe hulumtimesh, por nuk mund lexohet në moshën 40 vjeç. Megjithatë unë jam përbjerur ta lexoj me le themi në shumë plane, në disa regjistra, jo vetëm Bibla e Kuranit, por edhe libra të tjerë. Përsëris edhe një herë, që unë kam pasur këtë lloj sensacioni, që unë për herë të parë në jetën time, sido që unë kisha pretenduar me vetë edhe në bisedat që bëja me miqtë e mi, që unë e njoh mirë sonin shqiptare dhe e njoh mirë komin shqiptar, unë pata sensacionin që unë ja kisha fut kot, unë nuk jef asgjë. Unë për herë të parë po zbuloja dhe po zhbirloja
me fjalë komi shqiptar, po e shifi aty, aty ku duhet parë, mu në palës, mu në zorë, mu në rënjë. E ky ka qenë sensacioni, ndoshta, pas 20 vjetës mund t'i rilexoj përsëri këto libra, mund t'i rilexoj me një sy tjetër dhe mund të kem sensacione tjera, po nuk besoj. Besoj që ky është sensacioni i fundit. Kam pretendimin tani që kam në kokë një panoram të qartë, të pajisur, të plotësuar edhe me detaje, me hollësira të botës shqiptare. Deri në vitet 2000 e pak, unë kam pas në kokë një panoram që ose ishte e paplot, e të bësh plotësuar si ai puzzle që plotësohet, ose ishte e deformuar. Tani besoj që e kam qartë, sepse kam bërë lexime nga më ndryshme, edhe autor shqiptar, po edhe të huaj. Tashi, ne do të ngjitemi bashk, por do më thënë, këtu ku jemi, do zbresim pak poshtë. Dhe unë dua ta filloj me librin Hinterland i Kuq, për cilën unë kam bërë dhe një shkrim që e kam botuar të pejzazhet e fjalës, bile kam bajtur dhe një diskutim dhe këtu duhet përmendim edhe mikun ton Henri Qili dhe Uet Presin që i ka botuar libra tuaj. Unë e kam quajtur këtë që është historia e një brezi që pafajësinë e moshës, ti do më thënë me këtë libër, ke marrë pafajësinë e moshës, kupton, dhe e ke tretur në një enë, kupton, të mbushur të ashtia të lëndën, hajta gjemë bashku, unë e kam quajtur ideologji, nuk e di që mund tjetë ajo, se mund tjetë, nuk jam dakord me këtë që gjithë shka që ne kemi jetuar para 90-s, më kupton, ka qënë, si tu është, për të hedhur tej, për të mos u kujtuar më. E para njerë që është jeta jonë, dhe adoleshenca, rinia e parë, më kupton, e çdo njeriu, kudo që ta ketë jetuar atë, në çdo rrethan që ta ketë jetuar. Kam përshtypjen që edhe këta që janë sot në Korenë e Veriut, si thua, kanë një kur kanë në gjimnaz atje ku janë, më kupton, pavarësisht nga shtypja e meshme, kanë ata jetën e tyre. Por ti ja ke arritur që këtu ke dhënë, jo vetëm që ke dhënë figurën të riut, si thua, të rritur në provincë, aty ka shumë tema, po ke arritur ta lexosh rinin tënde të parë, gjimnazin, kohën më të bukur adoleshencën, pjekurinë e moshës e tjere, të lexosh në mënyrë të përkryer dhe Hinterlandi i Kuq për mendimin tim është një metaforë që na shënjon ne të gjithëve. Do të kisha dëshirë që këtu të vendosnit foton 21, sepse ajo e shënjon. Mbase kjo do t'i kujtoj diçka. Faleminderit regjia. Ky lapidari ku është? Ky është në lavditër, ky është në Skrapar. Në Skrapar? Po. Nuk është ai labitari famshëm që ata e kanë hequr. Ata e kanë hequr, po unë këtë e kërkova në Google, Skrapar. Kjo ndoshta duhet të jetë Vorrezat, Vorrezat dëshmorëve. Kjo mund të jetë Vorrezat e dëshmorëve, po. Dhe unë kam pas shtëpinë aty, gjithë me Vorrezat dëshmorëve. Po aty mund të jetë. Pra, si mund ta tregojmë me pak fjalë këtë? Unë përsërisht dhe njerë idenë tënde që ato vitet e adoleshencës, kur unë vetë, ashtu si pjesa me madhe njerëzve mendojnë, janë larg kokçare mbi botën e madhe, larg kokçare të natyrës politike, kur ne nuk dim asgjë. Ato vite për mua ka qenë vite shumë të bukura, edhe unë nuk do doja t'i ndroj ato vite. Mund të më fani regjia, mund të vazhdoni me 22-shin, faleminderit. Ja. Kjo është një foto, unë kam qenë gjimnaz me do të klasës, edhe këtu me shokët e gjimnazit dhe të lagjes, unë jam ai në qendër fare. Po. Këtu unë jam në një aksion në rinie, diku, nuk e diku. Këtu e me dy shokë të ngushtë. Këtu janë dy miqtë të mi, nuk janë këtu, janë jashtë shtetit, kanë 30 vjeç janë jashtë shtetit. Unë kam bërë futboll. Nëse këtu pastaj jemi vonë. Këtu jemi vonë pastaj. Po, okej. Atëre, këto foto kjo është një foto që mua më pëlqen shumë. Këtu jam me mamën time. Më pëlqen shumë kjo foto, sepse do më thënë, në sy kini të dy një vështrim, mamaja është me më shumë dritë, ti ke një qikë shu si, ke një si një loj stepje jem, kuptan, kurse mamaja është gjithë dritë që të ka ty në krati, ke një loj stepje po të shikosh në portret. Mamaja shkërqen e gjitha që të ka ty, që po del fotografi me ty. Jo, po është dhe i gjallë shu si personazh mama ime, unë nuk kam gjallërinë e mamas. Ashtu, e? Po, unë kam një loj ngadhësie që kam marrë nga baba, një loj tërheqje, kështu. Po prapë mamaja ka impaktuar edhe mua. Po. Atëre, vazhdojmë me Hinterlandin edhe me...
Tani, jeta në provinca, Lirë, unë mendoj që sot Tirana është ndryshme shumë nga provinca. Dhe distanca midis Tiranës dhe provinca sot është jashtëzakonshme, është kilometrike. Nëse atëre, sido që kishte një distancë, që ishte e dukshme, evidente, atëre provincat kishin një gjallëri që sot nuk e kanë. Ishin një gjallëri që komunizmi e inkurajonte, e stimulonte për qëllimet e veta. Po kishte pallat e kulture që vibronin, kishte një lloj jete, kishte kurse për nxënësit, kurse për piano, kurse për violin, kurse kitar, letërsi. Po kishte një skuadër futbolli, po kishte ndërmarrje ku prodhoshin gjëra, dhe unë kur dilem në balkon, është një nga pamjet që nuk miqet nga mendja, kur dilem në balkon në mëngjes, që unë do të çohesha, do të ikja në shkollë, aty poshtë balkonit tim kalonin turma njerëz që shkonin në punë. Është një pamje që nuk e shoh më tani, kupton? Ishte një pamje e jashtëzakonshme, po turma që nxitonin, ë? Burra dhe gra nxitonin. Sepse atë ishte qyteti i vogël, nuk ishte as autobus urban. Mirë, qyteti i vogël, po ndonjëherë nga skaj në skaj shkonte edhe gjysore, dhe një burra dhe gra që nxitonin. Kështu që pastaj provinca ka pas edhe njerëz që vinin nga metropoli, nga Tirana, që ishin inxhinierë që nuk gjenin punë këtu, po kishte të përndjekur që i sillen atje për të dënuar. Edhe fakti që të përndjekur i sillen atje na bënte ne që ishim aty, një nga gjërat e para që kam menduar në mënyrë politike ka qenë kjo. Apo pyetja e parë që unë kam ngritur në terma politika ka qenë kjo. Ora, ky qyteti im do të jetë shumë i shpifur, përderisa njerëzit që ata i dënojnë, i sjellin këtu, do të jetë lloj burgu. Po, ishte një gjë që kuptoje, nuk ishte nevojë që të rritesh e të lexoje për ta kuptuar. Thjesht mekanizmi funksiononte, njerëzit që dënoheshin ose sillnin njerëz atje si dënim. Pra ne që jetonim aty ne ishim të dënuar. Dhe unë me këta miqët që në pe ullu kështu, kishim kryzuar këmbët. Ja këta. Me këta, po edhe me tjera. Me njëri tjetrin, me ata që kishim konfidencë, përdorin metaforën e burgut për skraparin, për qytetin tonë. Po, kam përshtypjer është një metaforë që shkonte për gjitha qytetet e tjera, duke përshtuar qytetet e mëdha. Po edhe Tirana ishte metaforë e burgut, sepse ishte Shqipëria si një burg. Tirana, nga ne që se dhe unë kam jetuar në provincë, Burrel, Peshkopi, Burrel me fjalë jam rritur, po Tirana, do më thëmë, prej nesh të paktën, perceptoje jo si një vend në Shqipëri, por si një vend që ishte vendosur në Shqipëri, ishte në mes të Shqipërisë më i bukuri, për të krijuar ne iluzionin që ka një jetë tjetër më të bukur, është një model tjetër më i bukur. E lidhim pasaj dhe me Kadaren, që në Tiranë është Kadarea, dhe Kadarea ka mendjen të perëndimit, dhe ndoshta Tirana shkon pak tek ajo bota e ndaluar, që ne ose hynin përmes rajt, ose hynin përmes këtyre të tjerëve, më kupton? Veshja, shpengimi që kishte Tirana, dhe pasaj një të shkuar në Tiranë, kur ktheheshim përpiqeshim ta imitonim atë që shikonim Tiranë, ta sillim dhe në provincë. Unë Tiranës i pëlqej kur erdha student, një gjë i pëlqej në mënyrë të veçantë, që nuk shakuta gjeja në Shqipëri. Unë në Tiranë mund të fshihesha syve të njerëzve. Gjë që nuk ndodhte dot në provincë. Jeta jote në provincë ishte jeta atjetër Big Brother, ishte një Big Brother. Ishte ekspozuar, ishte tamam Big Brother. Edhe kësaj gjë i kam shijuar Tiranës atëherë kur isha 18 vjeç, 19 vjeç, kur erdha student për herë të parë. Pastaj gjërat e tjera sigurisht, sepse këtu kishte teatr opera dhe baleti, kishte teatr kombëtar, po kishte edhe biblioteka kombëtare, pastaj kishte stadium, ishte biblioteka kombëtare. Kishte pastaj ajo shtetite, ai bulevardi i madh që të jepte një iluzion kështu kaotik, nuk e dinim pse e pëlqenin, po ajo hapësira e madhe që krijoi atje dhe ai shkëmbimi me njerëzit. Po, kishte një lloj magjie. Kështu që Tirana stacioni trenit pastaj, se janë ca shenja treni, stacioni trenit, që nuk i gjejet gjikundi, siç mund t'i gjeje, si kishte provinca, po. Sigurisht, po këto gjërat në provincë edhe ose nuk mungonin, ndonjëherë edhe nuk i mungonin fare, po edhe nëse të mungonin, ti edhe mund t'i injoroje, po ajo që thash unë, kur era në Tiranë, që unë i gëzosha fakti, nuk kishe nevojë të fshihesh as syve të njerëzve, sepse askush nuk i kishte mendën tek unë. Ai ishte gjë fantastike, ti në provincë nuk e gjehet dot. Po ti në teatri kombëtar ti mund të vinte edhe në Skrapar, ti bëj shfaqje. Vinin ato. Po, qartë. Nuk është si sot, atëherë vinin, sepse po, vinin. Kishin ato funksionat ideologjike dhe politike që luanin. Apo një drejtor Agolli vinte dhe bën një takim me njerëzit. Sot nuk bëhen më këto. Prandaj provincat janë si të vdekur. Prandaj distanca sot midis Tiranës dhe provincës është shumë fishuar në mënyrë të frikshme. Ka qenë fakti pastaj që jam marrë me futbollin. Unë kam qenë një djalë i ndrojtur i lirë.
Shumë njerëz mund të duket e pabesueshme sot, sepse njohin këtë që jam Mustafa Nanon, po që është... Po unë, në të vërtetë, ai që mund të ketë një sy të vëmendshëm dhe që ka ditë më vëzhgoj mirë, unë edhe sot jam i ndrojtur. Po si të qoftë, ajo ti dukesh tek ecja, te mënyra se si ecën, ke një lloj kujdesi në të ecur, kështu kupton, që të ka mbetur me sa duket një lloj drojtje për të shfaqur, nuk shfaqesh shumë kollaj, atë e manifeston tek të ecurit e ngadalshëm, që me zihet këmbët, më kupton. Po, ndoshta. Por futbolli mua më dha mundësinë e socializimit. Edhe nëpërmjet futbollit që është moshën 6-16 vjeç, më fillova hyp në autobusit dhe shkonim kudo nëpër Shqipëri. Janë të gjitha këto përjetime janë tek libri Interlandi Kuq, unë e kam lexuar me një frym dhe që është një libër i shkëlqyer. Lea Ypi ka bërë diçka të ngjashme. Me kuptimin e pafajësisë që ti përmend. E qartë, shiko, ky model, pra modeli për të treguar jetën tënde ose për ta treguar në Shqipëri, modeli, si thua, i kësaj letërsie është me kronikën e Ismailit, aty vërtitemi që të gjithë, që është i parritshëm. Kurse pastaj ka libra të tjerë që kanë treguar ose që tregojnë, por unë mendoj që libri juaj është, si thua, një rrëfim që përveç sinqeritetit ka dhe shumë ngjarje aty të qëmtuara që na prekin të gjithëve. Do të ke dalë nga vetë ose me fatin tënd, si thua, na ke prekur dhe ne sepse është fati. Paka shumë janë ato ngjarje që i përjetojmë të gjithë, po ti ke arritur që ti evidentosh ato, sepse ti ke arritur që ti evidentosh ato dhe prandaj e gjem vete gjithë secili nga ne gjen veten aty shumë mirë. Mua më vjen mirë që ti veçon sinqeritetin, sepse ka qenë një nga qëllimet e mia që nga momenti që ula të shkruaj librin, që unë i thash vetes, unë tani do të jem i sinqert. Unë kisha mundësinë që ta trukoja jetën time, si dua, sepse ishte një jetë e konsumuar dhe harxuar larg syve të njerëzve. Mund të bëhet çfarë doje me atë jetë, mund ta bëj veten time trim, të ftilluar që herë në terma politik. Unë jam përpjekur të tregoj atë që më ka ndodhur mua, larg dënglave, aty nuk kam dëngla, pretendoj e kam të pretendim. Për në fund, Muçi, për ta thënë, dhe një nga vlerat e një letërsie, po ta vësh re edhe te Kadareja, personazhi kryesor ose narratori ose ai që rrofen, nuk është hero, ai është i deheroizuar, ai paraqitet si thua i brisht, paraqitet nga njerë, po të kesh parasysh Woody Allen, kur tregon veten e tij. Domethënë është ai që e pëson më shumë nga të tjerët, nga bota, që e vuan për shumë e shumë shkaqe, pra paraqitet, është një lloj autoironie dhe autoironia është vlera më e madhe që mund ta ketë njeriu, por sidomos në rrëfim. Ruajte autoironinë, ke fituar të gjitha. Mushi, meqense kohën e kemi të kufizuar, duhet të ndalim tek një libër tjetër. Ja pikërisht tek ky libër. Unë jam geg. Si mund ta tregojmë, ky libër është pritur shumë mirë, ka bërë bujë, është shkruar për të, është folur për të. Si mund ta rikujtojmë edhe një herë me pak fjalë këtë libër? Unë te libri Geg dhe Tos që kam nxjerr tani, e kam rimarrë të libër dhe si thua kam bërë një trajtim të plot e zaurus të gjithë fenomenit, të dikotomisë Geg dhe Tosk. Lidhet me atë që unë thash edhe në fillim. Si mendoni ju, është ky dallim, ju e keni hetuar, sepse ka dy gjëra, Muçi, domethënë dallimi mund të jetë në letërsi, pra në narrativ dhe në realitet. Ju ku e keni hetuar më shumë të dallim dhe çfarë keni hetuar më shumë? Ky dallim është në psikën kolektive, e kanë të gjithë, është e kot ta fshehim, edhe manifestohet, madje ndonjëherë manifestohet edhe nga njerëz që duan ta shfryzojnë të gjë për qëllime të tyre. Politika her pas here nuk i shpëton këtij kurthi. Mbaj mend Fatos Nanon që qeveria e parë që bëri mbas vitit 97 ishte atëherë u emërtua nga gazetarët e opozitës, nga gazetarët e djathtë si qeveria e zonës parë operative me shumë të drejtë, sepse në masën 97% të gjithë ministrat ishin Tosk nga Labëria, nga Tepelena, ishte një gjest i pakujdesshëm. Unë nuk e di pse e ka bërë, ai ndoshta e ka bërë si nonshalant që ishte, nuk besoj se e ka bërë me qëllim caktuar. Mi po këto janë gjeste që nuk i falen njeriu të tillë, ose ç'të them, Berisha kohët e fundit u bë vetingu dhe tha po heqin të gjitha ata veriut, po i heqin. Gjë nuk është e vërtetë, ishte e tëra një gënjeshtër. Pse e tha sepse ku ti gjën, i interesonte që evidentonte të faktin ja ka i luftë ver-jug. Kështu që ekziston kjo gjë edhe përdoret në mënyrë të ligët edhe nga shumë njerëz. Por fakti që ka diferenca mua nuk më shqetëson, se shoh shumë njerëz, po pse e thua, pse duhet ta evidentosh, janë të terrorizuar nga ideja e diversitetit.
Ndërkohë që ne jemi një kom diversitet që është në gjenezë. Ne kemi fetë ndryshme, por këtu nuk është morë se ka vetëm geg dhe tos, po këtu edhe midis gegve dhe midis tosve ka dallime të mëdha. Shqipëria mesme ndryshon nga Shqipëria e veriut dhe jugut më shumë se sa ndryshon Shqipëria e jugut nga veriut. Absolutisht. Kështu që ti në Gegni pastaj ke Kosovën, që është ndryshme nga pjesa tjetër. Po ti ke Mirditën që është ndryshme gjithashtu nga pjesa tjetër. Po ti ke Çamarinjtë. Kështu që ka shumë. Ashtu siç ke Shkodrën pastaj që është një histori tjetër. Shkodra është një mohabet vete. Shkodra është një gjë që është tamam vete. Nuk duhet të katalogohet te këto grupimet. Edhe kështu që unë e shoh këtë gjë dhe kam trajtuar pas një lloj kompleksi, në mënyrën me shkujdesje akademike që shumë kush e konsideron të pafalshme. Unë e konsideroj gjë më normale, ne duhet mësojmë këtë gjëra. Ne këto diferenca i kemi. Dhe nuk janë vetëm këto, rajonale, po janë edhe diferencat e tjera kulturore, fetare, kulturore. Kështu që nuk kemi pse t'i fshejmë, duhet t'i trajtojmë. Këto diferenca kanë qenë të ndjeshme gjatë rilindjes shumë, bile, po të lexosh gjithë tekstet e rilindjes, shqiptarët, sa herë që flitet për shqiptarët, emërtimet janë geg dhe tos. Ata e pranonin këtë diferencë. Edhe gjatë kohës mbretërisë nuk kishte kufizim. Ajo që ndodhi pastaj me komunizmin, me rrafshimin që u përpoqti bënte për të krijuar një njeri tjetër, për të krijuar një shqiptar tjetër, në fakt jo se i rrafshoi këto dallime, më kupton, i mbuloi këto dallime. Sot në fakt këto dallime nganjëherë shfaqen edhe në mënyrë pak, si të them, të dhunshme, sepse është një rikthim tek një vlerë e mohuar, por rikthim nganjëherë me vrap dhe i dhunshëm. I dashur Muç, unë dua të vazhdoj me pyetjen tjetër. Një nga pasionet e tua ka qenë letërsia teologjike, Islami dhe Bibla. Unë tek Lamtumir babam duket, selam aleikum baba, që e kam lexuar, jam befasuar aty nga njohurit që kini ju për zemrën e kësaj letërsie, unë e quaj letërsi teologjike, por ashtu si që jam befasuar pastaj tek shtadit manastire dhe për njohjen, për befasin, për njohjen gati si një studiues, kuptoni, klasit parë do të quaj unë, që i bëni Biblës, krishtërimit, më kupton. Kur kini studiuar këto dy letërsi, çfarë kini vënë re ndër shqiptar, duhet të them? Ose tek këto dy letërsi vetë, dalim nga konteksti shqiptar, tash i flasim edhe në përgjithësi, ç'pendim ke për fen, për Islamin, si letërsi njerë po the, pastaj si praktik? Unë për i kohë gjatë e kësha ndaluar vetën të lexoj ato gjëra, sepse për fen, duke qenë se kam informim shumë racional vetë, kisha menduar që është një gjë që s'm përket, edhe sa do t'i lexoj, nuk është se do ndikohem, por çfarë do lexoj? Është si ti vesh vetes detyrë të lexosh ca gjëra që ti e di se çfarë kanë edhe ti e di, ti i paragjykon që është fillim si absurde, si gjëra surreale, të pamundur, nuk kanë lidhje me ty, ti e ignoron. Po pastaj kur filloi ky konflikti fetar në botë, sidomos pas 11 shtatorit. Aty pastaj plasi një debat i madh, lidhur me këtë çështje, kudo në të gjitha vendet. Ky ka qenë ngacmimi që mora unë, dhe më thoja, unë ndiqja shtypin botëror, ndiqja këto debatet që zhvilloheshin, dhe thoja, unë jetoj në një vend që ka qenë përpara se të ishin vendet e perëndimit, të ishin multifetar, ne kemi qenë multifetar, ne kemi qindra vjet që jemi multifetar, edhe në këtë kuptim kjo sfidë do na kaloj se s'bën edhe ne, edhe më pas u provua që na kaloj edhe ne, sepse këtu pastaj kemi lloj kështu animoziteti fetar, njerëz që janë arsimuar në vende të caktuara vinë edhe nuk gati ande janë deshqiptarizuar, jo sepse kanë marrë kulturë fetare, por sepse kanë marrë kulturë nacionale të komit ku kanë studiuar, edhe tundin flamur kombëtar, nuk se tundin flamurin fetar. Edhe mua më shqetëson fakti që këtu pjesë caktuar të bashkive fetare janë të lidhur me flamurit të tjerë, të kombëve të tjera, dhe këtu konflikti politik që është gjetë përcillet edhe këtu, konflikti i fjalëve midis Erdoganit dhe Gülenit, se qa pune kemi ne shqiptarët, që të përfshihemi dhe të manifestohet edhe këtu, të lindin konflikte dhe grindet mëdha edhe këtu, kjo është një nga gjërat më absurde, dhe këtu klasa politike duhet ndale, por këtu s'ndale njerëzit sepse kanë marrë te marrëzit e tyre të jetës përditshme.
Kështu që kjo ka qenë arsye e parë, shtyse e parë që unë kam pasur, është një çështje që u përket gjithë, me sa duket u përkasi për shumë kohë të gjithë, pastaj ka qenë libri që flisë për konfliktin e qytetërimit i Samuel Huntingtonit. Ai pastaj më dha një shtys tjetër, sepse edhe ai i shifte konfliktet e të nesërmes, i shifte si konflikte jo më midis kombeve, po midis qytetërimeve. Jo si konflikte historike apo ideologjike, po si konflikte midis qytetërimeve. Edhe fetë që zini një vend të rëndësishme tek libri i tij. Pastaj më rrëmbyen. I lexova. Shumë njerëz më kanë thënë që e kanë refuzuar leximin sepse kanë frikë se bëhen fetar. Edhe tha nuk duan të bëhen sepse u pëlqen jeta që bëjnë. Është një frikë absurde. Mënyra më e mirë për të mos u bërë fetar është lexoni librat sipas meje. Librat e feve. Pastaj ju futa studimin se pash që këtu bilbilosnin edhe çaprashisin shumë njerëz, po pa e njohur. Nuk e di nëse të ka ndodhur ty Ilir, shumë njerëz thotë që unë besoj në Zot. Ka shumë njerëz, shumica e tyre, unë besoj në Zot. Por nuk e kanë qartë, nuk janë thelluar asnjëherë. E thonë në mënyrë automatike këtë gjë. Dhe po ti pyesësh, mua më vjen zor ti pyes edhe në studion time. Po ti pyes, cili është Zoti që ti beson? Jo, ose ma tregojnë çfarë do të thënë kjo. Unë jam sigur, po janë dhe politikanë të rëndësishëm që nga Berisha, Rama, nuk kanë folë asnjëherë, nuk e kanë përshkruar, nuk e kanë përkufizuar besimin e tyre. Megjithëse bëjnë Basha, Ilir Meta, nuk e kanë idenë, vetëm në mënyrë automatike përsërisin sa gjëra që këta mendojnë se po ti marrë vesh publiku që këta flasin gjëra të tilla, është më mirë dhe u japim pikë në planin politik. Pra ka një zbrastit të madhe. Dhe unë filloj të më pëlqente vetja që në këtë zbrastit të madhe, kur njerëzit nuk kishin formim fetar, unë tani unë kisha mundësinë të unë jam një nga ata veten pak si ndryshe. Jam një nga ata dëshmitarët, dhe nuk jam dëshmitar do si do, se tash po i bëj dhe unë çik qefin vetes time, se jam dëshmitar i kënduar, që jam dorëzuar përpara teje kur kam parë zellin, thellësinë dhe punën titanike që ti ke bërë, tek referencat në librat e tu. Domethënë që janë libra që unë si kam deshur, janë arsye time që unë si kam deshur tek studiues të tjerë që paguhen për këtë punë. Unë kam lexuar hadithet sipas Bukharit, që janë Buharis, i thonë musliman shqiptar, janë rreth 1800 faqe. Është një kohë e humbur, kupton? Është një kohë e humbur. Nuk është e humbur asnjë. Okej, pastaj është ana tjetër, mendoj, jo, s'ka gjë, bëra mirë që lexova, sepse këto fe duket sikur janë thjeshta, është 2-3 libra. Jo, është një kulturë tërë, nuk ka vetëm librat, por është interpretimi që u bëhet libra, po ka shkolla ndryshme interpretimi, po ti duhet i njohësh mirë të shkolla, kështu që është një bibliotekë e pafund e natyrës religjioze, teologjike, e pafund. Kështu që duhet mbami pak, duhet frenohemi pak kur duan të morë prisë, unë e njoh fen. Unë kam një njohje diskrete. Jo, ti je një ndër ata që ke njohjen më të mirë, mendoj unë, të paktën ndër ata që njoh unë. I dashur mund, se koha ecën shpejt, po vim avash drejt fundit. Tash duhet ndalem tek një anë tjetër e veprimtarisë tënde. Ti për herë të parë ndër ne, po them, ose ndër personat publik, nisi një cikël dhe vazhdon akoma me shfaqje, nuk më pëlqen të them show, me shfaqje publike të ndërtuara me monolog kulturor, edhe me dialog, si thua, me publikun. Dhe në këto shfaqje që unë disa nga ato i kam ndjekur, ti provokoje me tema të ndryshme. Dhe ajo që më ka rënë në sy te këto shfaqje që të kam ndjekur, ka qenë pikërisht kjo natyrë, pra për të provokuar argumente, deri atëherë të mbajtura tabu, siç mund të ishin argumente që lidhen me teologjinë, por duke shmangur dhe tabut në ligjërim. Pra ti ke futur në ligjërim, me fjalë, e ke emancipuar ose e ke çliruar gjuhën nga ato tabu sociale që mund të lidhen me seksin, që mund të lidhen me gjininë, që mund të lidhen dhe je përpjekur që të ndërtosh një ligjërim të zhveshur nga paragjykimet me cilat shqipja është krejtësisht kështu e rënduar, do të them, sepse ka qenë vazhdimisht në shtypjen ideologjike. Nga e ke pasur shtysën për këto dhe cili është projekti i ardhshëm që ke? Ka shumë intelektual në botë që e bëjnë këtë gjë.
jo vetëm komedian, nuk është se kam pas komedian të e njohur në botë si shtyrë, sepse unë nuk jam komedian, unë nuk kam prerje komediane, nuk kam talentin e komedianit, po kam parasysh intelektual publik, siç është në Itali Saviano, e ka bërë Saviano. Po, Saviano. Po në vende tjera ka të tjerë. Dhe është një formë komunikimi interesante, Lirë. Ti mund të bësh artikuj në gazeta, ti mund të bësh libra, por kjo është një formë... Është edhe Peterson, Jordan Peterson, që është i famshëm tash. Po, Jordan Petersoni, po e ka bërë Christopher Hitchens, po ka Sam Harris, ka shumë intelektual që e bëjnë. Është një traditë e ndërtuar në Perëndim që funksionon. Po, sigurisht. Nuk bëhet fjalë për ndonjë shpikë. Këtu se kështë bërë njëri, po, unë nuk e kuptoj, të gjithë mund ta bëjmë, ti mund ta bësh shumë mirë, mund ta qash. Dhe njerëz që je njëri që edhe artikulosh, penën e këtë mirë. Mbase, ndonjëherë mund ta bëjmë bashk. Mund të bëjmë një dialog bashk, mbase. Mund ta mendojmë që ta bëjmë bashk. Po, është një gjë e bëshme, Këtu, duke qenë se unë kam trajtuar disa tema që në mjedisin shqiptar konsiderohen edhe si tabu, apo si të thuash, unë kam guxuar të kaloj një vit kuqe që vendoset prej moralit publik që ekziston në Shqipëri. Absolutisht. Unë kam qenë i destinuar që këto shfaqje t'i jap këtu në Tiranë, unë nuk i jap dot në vend tjetër. Sepse trajtojnë probleme fetare, po flitet për seksin, me një gjuhë edhe intelektualisht të vrazhd, apo vrazhdësisht intelektuale, si të thuash. Dhe ginekologjikisht të pranueshme, do të thosha, ose shkencërisht të pranueshme, të gjejmë një fjalë. Jo, sigurisht, po nëse shkojmë në provincë, edhe në provincën e njoh mirë, të paktën të lloj fakulteti ma njif. Edhe unë e di se cili është pragu, le themi, i ndjeshmërisë atyre njerëzve. Dhe unë nuk e dash dot në Shkodër. Vel, njerëzit që komandonin sallën atje, që janë njerëz që supozohet janë elita, le themi e Shkodrës, apo edhe kombëtare, edhe ishin të terrorizuar, ndoshta edhe për qëllime politike xhanëm. Edhe nuk e dash dot. Kështu që edhe nuk i jap dot. Për këtë arsye kam një lloj shkurajimi, nuk është se do bëj të tjera, po mund të bëj gjëra të bëj shfaqje në televizion, po jo nëpër sallë. Po, atë mendoj edhe unë, që ndoshta dhe domethënë mund ta realizoni në televizion dhe pastaj të gjeni një orar të tillë që mund të jepet disa mund të jetë orari pas orës 12 apo si të thuash pas mesit në natës. Televizion mund të bëhen plot gjëra. Televizion mund të bëhet shumë mirë, edhe me, domethënë e regjistron në sallë dhe e transmeton. Po, sigurisht. I dashur, muç nuk e di çfarë mund të shtojmë në një gjë tjetër te kjo biseda jone e parë, sepse unë për të përcjell ty kam zgjedhur këtë fotografi dhe me këtë do ta mbaj. Do t'ja tregoj edhe më mas. Unë harrova t'i thoja që të më ndiqte dhe nuk e di nëse mund me telekomand mund të ketë qelluar që e ta shofi. Do t'i kenë thënë, e kanë marrë në telefon, t'jesh i sigurt që e kanë marrë në telefon, i kanë thënë çiko se ke. Ja do ta verifikoj tani pasi të ndajemi. Edhe mama ime do kënaqet. Po jo, vërtet kjo është një foto shumë e bukur dhe unë me këtë foto dua të përcjell i dashur Muç. Është shumë kënaqësi. Të falenderoj që ishe me mua. Falenderoj edhe unë ty. Besoj do takohemi përsëri, sepse tash ti u fute në networkun e ADN-s dhe kur vjen një herë networkun e ADN-s të vjen radha prapë. Ishte një vizitë që e shijova. Faleminderit. Atëherë të nderuar teleshikues, do përcjellim Mustafajin dhe në LED do rri kjo fotografi e tij dhe do vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit, Natyrë. Në atë pjesë kam përsëri një mik të talentuar dhe të dashur timin, Avni Alcanin, me cilin do të diskutojmë ose do flasim për Çermenikën dhe për arianitët e famshëm. Atëherë sigleta Natyrë dhe me Avni Alcanin në studio. Po vazhdoj me pjesën e dytë, Natyrë, dhe unë kam kënaqësinë t'ju paraqes juve, edhe me Avniun bile kam një njohje shumë të vjetër se sa me Muç Nanën që përcollëm tash. Jemi që më shumë se 40 vjet më parë. Avni, mirë se erdhe. Avni Alcani është, unë e kam shkruar aty në titra, studiues, etnolog dhe restaurator. Në fakt, me kontributin që kini ju, Avni, ju duhet ishit profesor me titujt akademik, por këtë ne do ta shikojmë më pas. Bashkë ne do të flasim për Çermenikën,
për krajinë e Qermenikës, për vlerat që ka ajo, për personazhet e saj, siç është Gjergj Arianiti dhe të tjerë. Por përpara se të kalojmë aty, unë dua të bëj një biografi të shkurtër tënde, Avni. Ju keni lindur në 14 gusht 53 në qytetin e Elbasanit, pastaj po aty keni në Librazh keni kryer shkollën 8 vjeçare në qytetin e Librazhit, të mesmen në Liceun Artistik Jordan Misja Dega Skulptur, të lartën në Universitetin e Tiranës Dega Gjuletërsi Shqipe. Në 73-shin keni filluar punë në Shtëpinë e Kulturës në Librazh si skenograf, në 77-ën si mësues në Librazh dhe në janar 78-ës në fshatin Strava si mësues vizatimin, në qershor 78 në Muzeun Historik të Librazhit, për e cilit jeni larguar në 86. Që nga 87-a keni punuar si specialist restaurator në Institutin e Arkeologjisë në Tiranë dhe nga viti 2011 si restaurator në Institutin e Arkeologjisë në Prishtinë dhe Prizren, Kosovë. Keni marrë pjesë në rreth 40 projekte dhe ekspedita arkeologjike në terren, si në Butrint, Apoloni dhe Durrës. Ke restauruar me mira objekte arkeologjike cilat ndodhen në stendat dhe fondet e muzeve arkeologjike. Ke marrë pjesë në ngritjen e disa muzeve arkeologjike, si Muzeun Arkeologjik të Durrësit, ato të Butrintit, të Prizrenit. Gjatë këtyre viteve jeni marrë me ulëmtime, me studime, kryesisht nga fusha e historisë dhe kulturës tradicionale, etnografi dhe folklor të trevave të rrethit Librazhit. Keni botuar mbi 200 artikuj publicistik në shtypin periodik, si dhe studime kushtuar figurave historike të trevat Librazhit. Traditë kulturore, studime folklorike, po ashtu kushtuar këngës së Gjorgolemit, baladave dhe këngëve historike. Më fani, keni regjia, keni foton 31 që janë librat e Avniut. Faleminderit. Jeni autor. Përsëritini, jam mbajni pak këtu. Jeni autor i disa librave, si Shahin Zhari, monografi, Tiranë 2006, Librazhi historie e shkurtër, tekste historie, Librazhi vështrim geografik, historik dhe kulturor, me bashkautor, Zana dhe Dita e Verës në Qermenik dhe në vise tjera shqiptare, me bashkautor, Neshta e Qermenikës, me bashkautor. Keni përgatitur për botim libra me përmbledhje studimesh trevat e Librazhit si Almanak Librazhi, Qermenika përmbledhje studimesh, Kadri Hoxha, Qermenika 2 përmbledhje studimesh, Aranit Librazh edhe studime të tjera. Pra, me gjithë këtë aktivitet i dashur Avni, juve duhet patjetër që sot duhet kishit titullin e merituar profesor, por kjo nuk ju pengon që ju të vazhdoni punën dhe të jeni i njohur ashtu siç unë ju njoh dhe siç u njohin ata që kanë fatin dhe kënaqësinë të bashkëpunojnë me ju. I dashur Avni, mirë se erdhe në ADN. Mirë se gjeta. Faleminderit. Tashti, unë dua ta vazhdojmë bisedën tonë me pyetjen e parë, të cilën unë e kam titulluar kështu. Krajina e Qermenikës ka një histori të pasur, por pak të përhapur. Dim që Qermenika ka qenë qendra e zotërimit familjes famshme të Arianitit. Cilët ishin Arianitët më të shquar të shekullit 15 dhe kush ka qenë roli i tyre gjatë luftës së madhe anti-osmane, shkurtimisht? Shiko, për Arianitët, i pari që ka folë për Arianitët ka qenë Muzaka. Muzaka pati bërë... Ngrini pak zërin, Avni. Po, pati bërë një memorje në kujtim të... Ja, është kjo këtu, Gjo Muzaka. Kjo është Muzaka. Kjo memorje u bë me qëllim që për trashëgimtarët e tij, se ky pati ikur në Itali, pasi u pushtu komplet Arbëria, dhe pat lind një shpresë që të bëheshe të riktheheshin prapë ta fisnikët që patën ikë atëherë në Itali. Pasi Arbëria ra në pushtimin otoman. Dhe në 2000, mund të themi e botoj atëherë në 1510. Pra në 1510 botoj këtë. Dhe aty flet për të gjithë klasën aristokrate të kohës, të shekullit të 15, dhe lidhjet që kishin muzakat e Beratit, kishin despot, me gjithë familjet e tjera aristokrate të kohës. Veçanërisht me Aranitët, sepse halla e Gjo Muzakës ishe martuar me Gjergj Aranitin. Dhe Gjergj Araniti pasaj kishte gati 8 vajza, edhe kuj përmend të gjitha një për një, edhe përmend edhe se ku i kishin pronat, edhe për Gjergj Aranitin thot që ky ishte zoti Qermenikës, i Shpatit dhe i Mokrës.
Pastaj flet për vëllezërit e Gjergj Aranitit, që ishte Muzak Araniti, babai i Mojsi Golemit, i cili thot kishte një principat të mirë në Çemenik dhe i merr fshatrat me rat. Fshati i parë ishte thot Dorzi, Dorisa. Pastaj ishte fshat tjetër ishte Liborazhdi, Drago dhe Stunja. Drago Stunja. Dhe shkon deri në Çukës dhe Gurra, që janë në Bërzesh, Gurra është në Bërzesh. Pastaj përmend dhe vllajin tjetër, Vladanin, po i Gjergj Aranitit, i cili kishte 2 djem, po përmend Muzakën, Mondialin, që edhe ai kishte si xhaxhaj vet Muzaka, që quheshe Muzaka e Angelinës, sepse ishte dhe nip i Skënderbeut, ishte djali i motrës së Skënderbeut, Angelinës. I Angelinës, po. Dhe ky thot kishte disa fshatra në Çemenik dhe në Tomadhe. Tomadheja është krahina e Shëngjergjit të sotëm të Tiranës. Më vonë, them, në shekullin e 19 u zbulu për të parë kjo memorie nga një historian gjerman, Karl Hopp, i cili e gjeti në një bibliotek të afër Napolit në vitin 1864. E botoi pasaj mas 9 vjetësh në 1874, i bie pas 11 vjetësh, dhe u përhap pasaj, ishte libri i parë që botoheshe për familjet, se nuk dieshe fare, ka qenë bas pushtimit turk. Turk ka qenë një errësirë e plotë vjeshtë, nuk di asnjë gjë për familjet e mëdha shqiptare që, si thua ato që ishin edhe u bën pastaj edhe aleatët Skënderbeut. Me Gjergj Aranitin ka një histori tjetër, ja për shembull kjo është Donika. Donika Streoti. Pastaj në bazë të këtij libri, pastaj u ndërtua pothuajse gjithë pjesa sidomos pjesa e periudhës së Skënderbeut, u ndërtoi historia e Shqipërisë. Gjergj Araniti ishte i pari që u ngrit kundër Osmanëve. Dhe një studius tjetër gjerman, Franz Babinger, ai ka keni dhe librin e Babingerit aty. Ai ka bërë këtë librin në Fundi Aranitëve. Dhe është marrë me figurën e Gjergj Aranitit. Ja, ku e kemi këtu, po. Dhe ai thot bidës që mbasi përmend ato betejat e famshme që bëri Gjergj Araniti kundër Sultan Muratit, thot që për fat keq thot figura e Gjergj Aranitit është errësuar në dëm të tij, thot, dhe në favor të dhëndrit të tij. Nga drita e madhe, nga shkëlqimi i madh që kishte Skënderbeu. Aranit tjetër i shquar ka qenë Mojsi Golemi. Mojsiu ishte nipi i Gjergj Aranitit, i djalit të vllajt. Mojsiu ka qenë krye generali i ushtrisë së Skënderbeut. Fatkeqësisht ai jo se e tradhtoi atë, por ai pati mosmarrveshje jo për fajt ti, e sqaron mirë dhe Muzaka, por se Skënderbeu donte të krijonte një shtet të madh. Dhe këtë shtet, ai donte që të ishte një shtet i unifikuar, një herë të ishte në dorën e tij. Dhe kështu që i centralizuar, si thua. I centralizuar dhe filloi të rrëmbente pronat e aristokratëve të tjerë, të nipër të familjes, të nipërve. Megjithse e kishte shpërblyer për besnikërinë dhe tërmërinë që kishte treguar Mojsi Golemi dhe i kishte dhënë prona në Dibër. Prandaj edhe njihet si Mojsiu i Dibrës. Edhe për atje mori dhe emrin, për këtë mori emrin Mojsiu i Dibrës dhe ja rrëmbeu prap ato. Po tash kjo duhet parë në kohë. Absolutisht, në kontekstin e kohë duhet lexuar. Kështu që ai iku u trajtoi, u kthye prapë dhe i qëndroi besnik deri në vdekje.
luftëtar të tjerë Aranitës ka qenë dhe Muzaka i Angelinës. Ka qenë një nga generalet më të besnik të Skënderbeut, e kisha dhe daj, po shumë trim. Të dy këta, për fat keq, pasaj u vranë në betejën e Vajkalit. I kapi Balaban Pasha, bashkë me 9 general të tjerë të ushtrisë Skënderbeut, edhe i vrau. Okej, atëre ne do të kalojmë në një pyetje tjetër, i dashur Avni. Pyetja tjetër është kjo. Çermenika, tash do të hidhemi tek krahina juaj e bukur e Çermenikës. Çermenika ka në gjirin e saj resurse natyrore, pasuri të shumta, të cilat ofrojnë mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit kulturor dhe atij alpin. Si mund t'i paraqesim këto nga pikpamja etnokulturore? Ju më keni dhënë edhe, ju keni bërë dhe një studim, keni bërë dhe një shkrim shumë të bukur për turizmin, si mund të zhvillohet turizmi, po si mund ta tregojmë? Domethënë, sa më shkurt dhe sa më thjesht, si mund ta tregojmë bukurinë dhe resurset e Çermenikës? Domethënë, pse unë duhet ta vizitoj Çermenikën? Shikoj, Çermenika, ashtu si gjithë Shqipëria, është një vend i bukur. Ka një natyrë, një pejsazh të jashtëzakonshëm. Ka malin, ka lumin, ka prrojin, ka shpella karstike, ka bimësi, ka bimë të ralla. Shikoj, ajo që pam pak më parë, është zambaku, që quhet zambaku shqiptar, ose Lilium albanicum, që gjendet vetëm në malin e Shebenikut. Malin e Shebenikut? Vetëm në malin e Shebenikut. Pra, ka kafshë të egra, duke filluar nga ariu, nga ujku, dhelpra, lepuri, ka macën e egër, rëqebulli që quhet, dhia e egër, derrin e egër, pra një mundësi e madhe për ata që janë pasionuar mbas gjuetisë. Çermenika ka vende të trashëgimisë kulturore dhe historike, siç janë këto kështjellat, ose kalat, ose qytezat që quhen atje. Ja, ky është Zambaku. Po, ky është Zambaku, që kanë qenë prona të Aranitëve. Janë rënoja, sigurisht, por janë rënoja. Domethënë, edhe për një turizëm historik, si thua, që mund të... Patjetër. Atje ndodhet shpella eremite, shpella më e madhe... Për atë do të flasim pak më vonë, po të mbetemi këtu. Ju aty tek ai shkrimi që keni bërë për turizmin, si mund të zhvillohet turizmi në Çermenik, keni listuar edhe disa probleme, si mund të nxitet kjo, por unë pyetja ime shtyhet pak më tej. A ekziston në këtë krahin, tash një frymë e tillë, pra që banorët e rikthyer, si thoni ju që janë rikthyer, po i restaurojnë ato, a janë organizuar në shoqata, në grupe situar dhe të listojnë problemet e tyre dhe t'ju drejtohen me projekte. Sot ka disa agjenci që janë të interesuara për të bërë investime. A ekziston kjo frymë se ju përmendni atje dhe punën që duhet bëj qeveria, natyrisht rrugët duhet i bëj patjetër rrugët. Ajo krahin dikur ka qenë e shtruar me kaldrëm dhe ne do të shikojmë aty që ka pasur shtëpi të tilla banimi me kushte që në atë kohë janë të pamenduara, po që ne do të shikojmë pak më pas. Por mbetemi këtu, çfarë, domethënë, a është krijuar, si thua, kjo frymë tek banorët e atjeshëm që të bëjnë ata vetë zotët për të kërkuar, sepse ju keni numrin 2 të Partisë Socialiste, Tauland Ballën, që domethënë mund të shërbejë në këtë rast, edhe mund të shfrytëzohet në këtë rast për t'i çuar projektet, sepse kam vënë re që ne kemi shumë të vështirë të organizohemi, kupton, dhe të paraqesim projekte të përbashkëta për të bërë bujtinat që thoni ju, apo si është kjo? Ka disa vite që është krijuar një shoqata Çermenika 2017, e cila drejtohet nga një biznesmen shumë i suksesshëm, du t'ja përmend emrin, Përmendja patjetër. Behar Almeta, njëri pasionant. Behar Almeta, një djalë pasionant, kupton, që e do vendin e tij, i cili ka grumbulluar rreth vetes një grup intelektualësh dhe biznesmenësh, dhe ka nxjerrë dhe një gazetë dhe ka promovu vlerat më të mira të krahinës së Çermenikës. Kanë arrit deri aty sa që të bëjnë dhe aktivitete të përbashkëta, konferenca shkencore me Akademinë e Studimeve Albanologjike. Dhe këta janë një grup biznesmenës të cilët edhe kanë filluar, kanë ndërtuar bujtina, kanë filluar tash, dhe kanë idera,
kanë projekte, por vështirësia qëndron ke rruga. Sepse rruga atje është ndërtuar këtu e 5-6 vjet para, por ka 30 vjet që s'është vendor dhe është shkatruar. Është para u bën 6 vjetësh që u asfaltu deri në një fshat Funarës, por pjesa më e madhe e fshatrave janë të pa asfaltuar, edhe fatkeqësisht atje në Çermenik ndodhe dhe masivi më i madh i pyllit me gështenja, i dyti në Shqipëri pas Tropojës. Dhe atyre u kalben prodhimet. Është ky fondi i zhvillimit shqiptar që merret pikërisht me këto projekte? S'ka ardhur radha akoma. Di që këto ditë ky kryetari i shoqatës që i ka dërguar në emër të shoqatës, i ka dërguar një letër kryeministrit, ka nga një javë, dhe di që se kanë festën e ditës verës, që e festojnë atje, dhe do mblidhen gjithë banorët e Çermenikës dhe do kanë bërë një peticion që do t'ja drejtojnë kushtetarëve. Zoti Balla, që është djali juaj. Zoti Balla ka 2-3 vjetë, duket që ka ikur nga, e ka hequr partia, e ka çuar në fjerë. Pavarësisht nga kjo, ai prap interesin mund ta ketë. Po, mund të jetë një bashkëbisedues si thua me këto institucione, sepse një krahinë e tillë një herë, të paktën për emrin, është vendi i Gjergj Arjanitit, i Gjorg Golemit. Jo vetëm kaq, por unë e zut edhe juve pak në gojë. Ajo është një ndërtesë që quhet do flasi për atë se i kam pak më vonë. Kështu që atje ka pasuri të jashtëzakonshme, ka sidomos kulinaria është, sepse unë atje jam me origjinë nga Çermenika dhe kam pas kalu pushimet e verës. Kështu që e njoh shumë mirë se i kam provuar gjithë gatimet të jashtëzakonshme. Natyrisht, dhe ju jeni djali shëtitur, nuk është se jeni, domethënë nuk e bëni thjesht për tifozllëk, por jo, ashtu është vërtet. Ne do ta shikojmë, bile kemi ju na keni dërguar një fotografi të gatimit që është, nuk e di cila është, fotoja 31 duket, është po, fotoja 30, ja, kjo. Se është edhe kohë e papërshtatshme të ashtisë. Me pule, me mishpule. Me mishpule, po pula e bërë atje. Atje bën... Shiko, atëre do të kalojmë tek ajo çështja që mua më intereson shumë, sepse ju jeni edhe specialist. Do të kalojmë te pyetja e tretë. Krahina e Çermenikës ka vende historike, monumente kulturore, siç janë vendbanimet prehistorike, shpella eremite, por ja kjo këtu, por edhe monumente të tjera trashëgimisi që janë banesat e quajtura shtëpia me teliz, cilat janë unikale ndërtimin e tyre. Cila është gjendja e tyre dhe cilat janë mundësitë për t'i vizituar këto monumente? Për shembull, ja kjo, mbaj pak këtu ditë faleminderit, kjo shpellë. Të flasim për këtë shpellën eremite. Çfarë është kjo shpellë? Kjo është një shpellë që quhen shpella eremite sepse jetonin disa priftëri eremit që ata shmangeshin, nuk kishin kontakt me njerëzit, merreshin vetëm me faleshin aty, dhe ushqimin e ja çonin popullsia vendase. Por këto shpella, sa ai që të fale, duhet i drejtoheshe dikujt, që këto ishin të pikturuara me... Ja, tani të nxjerrin pikturat që janë pas kësaj, po. Kjo është... Ja, këto. Po. Këto janë brenda në shpellë. Po, brenda shpellës. Është një, në formë rrethi, është krishti lart është krishti, edhe poshtë është dëmtuar nga koha, poshtë është, ka disa skena, është shënmëria, edhe kjo që është më interesante pastaj, kjo poshtë fare, që duken disa e largoj. Tu është krishti, po tu është krishti. Edhe njërë tjetër atë tjetërën, mirë ditë, fotografinë e parë, para kësaj. Apo se ajo është kolazh, duhet presim të vendosin edhe njerë. Jo këtë, atë prapë shpellën edhe njerë. Po. Lëret që... Kjo pjesa e poshtme është familja e klitorit që quhet, ajo poshtë, e ati që ka sponsorizuar, i thejmë me termin e sotëm, që ka sponsorizuar pikturën. Dhe ai ka dalë me familjen e tij. Edhe studiusit, një nga ta i pari që ka zbuluar që në 49 ka qenë Theofan Popa, studiusi më i madh shqiptar i studimeve të Kur datojnë këto piktura? Kjo, sipas Theofanit, është e vitit 1200. E vitit 1200? 1200, po. Edhe është
Qa teknikë është përdorur për ta vizatuar atë? Shikoj, me ngjyra, quhet arkaike kjo periudhë, sepse është para klasikes. Është arkaike, por ajo që ka rëndësi, po i referohem prapa asaj aty poshtë, sepse paraqet veshjet e kohës, një. E dyta pasaj është ai ka thënë që është aranit ai që është një nga princat aranit. Ai që është aty, po. Dhe është shumë interesante për etnografët. Aty ka qenë akademik Mark Krasnik, kemi qenë bashkë të dy në 82-shin, kemi vizituar. Dhe ai paraqiti me këtë është marrë dhe Dhorka Dhama. Dhorka Dhama, po. Edhe ajo një historiane e artit, nga më të mirat në Shqipëri. Pra, kjo shpellë ka qenë objekt studimi i disa studiosëve më të rëndësishëm shqiptarë. Dhe sot ka mbetur kështu, pothuajse sot në gjendje. Fatkeqësisht, shikoj duket, shkruajnë njerëzit aty, shkojnë njerëz të pa përgjegjshëm, edhe shkruajnë edhe pikërisht ke veshjet e atyre edhe duke dëmtuar, po nuk e kuptojnë që se kanë dëmtuar historinë dhe kulturën tradicionale. Po mirë, kjo vetë nuk është do ndonjëherë në fond për ta mbajtur, për ta restauruar, për ta rindërtuar, për të krijuar një ambient për ta vizituar atë. Kjo ka filluar të vizitohet, fakt, por kjo është e shpallur monument kulture, edhe unë nuk di të ketë qenë në një nga këta të monumenteve të kulturës, ta shohë njerë, për kuriozitetin e tyre, jo për ta parë që a ka nevojë për restaurim, apo jo. Kështu që me këtë rast, inshallah, na shikojnë... Inshallah, po, dhënë të Zoti, dash të Zoti dhe... Shisa vend bukur që ka. Shisa bukur është kjo. Është fantastike. Ka rrugë për të shkuar deri atje? Me shumë vështirësi, po patjetër. Shumë interesant. Unë kur e kam parë, kur e keni publikuar ju në Facebook-un tuaj, në statusin tuaj, kur e kam parë, jam ahnitur dhe që atëherë mendoja që do të krijoj mundësinë patjetër që t'ja tregojmë dhe të tjerëve se është. Tashti mund të kalojmë te fotografitë e shtëpive, që janë pas kësaj. Kjo është një banesë. E kam për zemër shumë këtë. Po, ma trego pak, çfarë përfaqëson kjo banesë? Kjo është gati 250 vjeçare. 250 vjet. Po ndodhet në Kostej, atje ku e ka origjinën dhe Taulan Balla me që zotë ngojove. Kjo quhet shtëpia me telize, telizë quhet pjesa e sipër me terrasa, e cila ka shërbyer dhe si korridor, kurse kjo pjesa ku janë dritarët është pjesa shtesë e konakut të miqve. Konak ose dhomë, oda e miqve ose konaku e miqve. Kjo kishte edhe funksion korridori. Pra, një pjesë ishte korridor dhe një pjesë ishte... Por, ajo që zut edhe juve ngoj, kjo kishte diçka të veçantë, sepse në fund të kësaj ishte dhe ambienti i tualetit, ose tualeti dhe tubi shkarkimit? Po, është shumë interesant, se këtu nuk duket. Tubi shkarkimit bëshe me një trung peme, që ishte i kryer nga brenda. Edhe vendosej atë që mos duke shkarkimi. Pra, për ta kuptuar edhe teleshikuesit, në përgjithësi... Një zgavër, ndërurin. Po, një zgavër. Në përgjithësi, në traditën e banesave tona, tualetet ishin jashtë. Ishin jashtë. Edhe në qytete, edhe Tirana. Edhe Tirana, po i ka pasur jashtë. Kurse këtu... Një profesor Qes Prendi, që ka studiuar në Bullgari, me thoshte se aji pa të qenë martuar me një bulgare, dhe thoshte që familja e gruas time, thoshte, e kishte tualetin jashtë në borë. Në Sofje. Në Sofje. Pra, në vitet 50. Kurse këtu, kjo banesë 280 vjeçare, e kishte tualetin brenda. Po, tualeti ishte brenda. Aty lashin, bëshin... Lashin edhe kryenin edhe nevojat... Gjithë. Dhe e kishin zgjidhur pasaj nga pikpamja inxhinierike të mikshu me këtë zgavrën e këtij trungut që zbriste poshtë. Shumë interesante. Po kjo shtëpia tjetër? Edhe kjo është e mrekullueshme. Kjo është në fshatin Orenj, shtëpia e Tomës quhet, e familjes Ali Toma, ka qenë ai pronari ai që ka ndërtuar. Kjo është gati 100 e sa vjeçare. Shumë e bukur, 3 kate, gjitha këto, po thuj se ishin 2 edhe 3 kate, po pjesa me madhe e këtyre banesave ka qenë me 3 kate.
për fat keq, në 30 vitet e fundit nuk është kryer asë, me gjithë janë të kategorisë parë, janë monumente kulture të kategorisë parë. Dhe janë degraduar, pothuajse kjo, për shembull, pothuajse është fotografuar para shumë vitesh, është shkatruar fare dhe është gati duke rënuar. Disa nga këto janë zhdukur, nuk janë më 2 nga këto banesa, nga 7 apo 8 banesa që ka gjithsej Qemenika, 2 që janë të shpallur më në kulturë, se ka shumë me këtu metalize, janë zhdukur fare, nuk ekzistojnë më. Por edhe këto tjerat janë drejt zhdukjes, edhe për disa vite s'do kemi më fare banesa të karakteristike të tilla, sepse nuk sepse arrim dot, ndodhen vetëm në karahin e Qemenikës. sepse nuk arrim dot që t'i tregojmë, nuk arrim dot që t'i ruajmë. Keni edhe një pamje tjetër, 28-a, po. A kjo këtu po? Ky është muri i një dige, ky është gati 300 vjeçar. Kjo ndodhet në fshatin Funarës, birës në lagjen Fnar, që i thonë atje në dhe është diga më e vjetër në Shqipëri, që pothuajse ka qenë, është në pothuajse e plot, birës para disa vitesh ka qenë dhe më e plot akoma, po shkojmë fshatarët, marrin gurët për ndërtim, për shumë interesante. Shumë interesante. Kjo tregon sepse edhe para 300 vjetësh kishin ndërtuar diga për vaditje. Domethënë për të krijuar ujëmbledhës. Po ujëmbledhës, është digë ujëmbledhës. Digë ujëmbledhës. Për vaditjen e tokave të fshati Funarës është pak më poshtë. Se këtu ndodhet gati 200-300 metra më mbrapa, më poshtë. Mjaft interesante. Shumë interesante është. Edhe kjo. Atëre, ju keni marrë me vetëm keni sjellë këtu edhe disa libra. Mund t'i tregojmë disa nga ato, sepse ne do ta vazhdojmë bisedën tonë për krainën e Qermenikës dhe për Bërzeshtën po ashtu, duke u marrë në pjesën e dytë, duke u marrë edhe me disa nga figurat e shquara të kësaj kraine. Për shembull, ky libër që keni aty ti marrim me radhë. Zana dhe dita e verës në Qemenik dhe në vizet tjera shqiptare. Çfarë është kjo traditë? Shikoj, Zana e Qemenikës rrjedh nga Diana e Kandave, sepse në trevat e Qemenikës dhe gjithë pellgut të sipër të Shkumbinit, duke shku deri në Bërzesht, Polisi, Bërzeshta, në antikitet quhej Kandavia. Dhe është trashëguar emri një perëndie që është shumë e rrallë, se janë të pakta emrat e perëndive ilire, kjo Diana e Kandave. Është zbuluar nga Prashniker një fragment të një tempulli, ku ishte shkruar Diana Augusta Kandaviensis. Diana mbretëresha e Kandave. Sipas studiosve, birës Çabej ka bërë një studim të veçantë, Zana dhe Diana, ose Diana dhe Zana, dhe emri Zana rrjedh nga Diana. Nga Diana, po patjetër sepse D-ja ka dhënë Z, janë këto. Mend Zana, që kemi pas bërë edhe në fakultet. Dhe sipas një studius i Elbasanës, Hyni Ceka, ai ka bërë një libër të veçantë për ditën e verës, dhe ai thot që dita e verës, e thot ai, nuk e themi ne, që dita e verës sot vjen nga Diana, që është bërë edhe Zana e Qemenikës. Dhe është festuar në fillim fare sipas atij në Qemenik. Pastaj është përhapur në Elbasan, edhe se ne malësia e Elbasanit jemi. Por duke u thelluar pastaj në libër, në doli që nuk është e vërtet, që kjo fest ka lindur në Qemenik, kjo është festë shumë e lashtë. Fillon qysh në Egjiptin e lashtë. Meqense jemi në prag të festës. Dhe pastaj e përvetësuan romakët, të cilët e përhapën kudo ku ata kishin pushtuar vendet e tyre. Domethënë, është festa që shënon ardhjen e pranverës. Ardhjen e pranverës, pa shumë e vjetër, shumë e lashtë. Natyrisht që në Shqipëri pastaj kjo ka marrë karakteristikat e veta. Po, tjetër çfarë libri keni aty që? Ky është almanak. Almanaku është bërë nga disa sesione shkencore që pata organizuar kur isha në Librazh, dhe janë studime
atëherë ato sezone shkencore unë i bëja në bashkëpunim me ish Institutin e Kulturës Popullore, me sektorin e etnografisë dhe të folklorit. Dhe me ata studius ne bëm një libër, edhe këtu është për shembull Randro Maqi Gjergji, është Ali Muka, është Aleksandr Dhima, është Mark Tirta, është gjithë... Kini edhe një libër tjetër, një monografi për Shaban Zharrin, mos gaboj unë? Shahin Zharri, po. Shahin Zharri, po, është, mund ta quaj që pioneri i studimeve për librazhin, është pioneri. Shahin Zharri në vitin 1938, kur ishte ende nxënës në Normanin e Elbasanit, mblodhi dhe botoi këngën e Gjorgolemit. Ajo që njohim. Kënga e Gjorgolemit e famshme. Kënga e Gjorgolemit, që në 38-ën. Shahin Zharri ka mbledhur gjithë legjendat që janë për Gjorgolemin. Gjorgolemin, Gjergjarjaniti. Gjergjarjaniti, ka mbledhur, po thuj se ngjarje historike për figura historike, sidomos nga Bërzeshta, se ky ka qenë nga Bërzeshta, dhe është studiusi i parë, botoi, ka botuar, ka nxjerrë dhe libra, familjarët i botuan dhe një libër me përmbledhje të studimeve të tij. Është një nga figurat për ne, nga më të shquara të Keni një libër tjetër atje, Neshta e Qermenikës. Çfarë është ky? Neshta e Qermenikës është historia e fshatit tim të origjinës. Okej. Dhe kur isha para gati 7 vjetësh, vajta me time shoqe, se ishte kurioz, i flisja gjithmonë për fshatin tim, se ruaj kujtimet e mia kur isha i vogël, edhe i flisja si me shoqe, po thash si më çovi një herë. Dhe vajtëm të dy bashkë. Edhe në fakt kishim qenë një vit më parë në Dardhë. Edhe unë e pash Dardhën, nuk më vendi shumë i bukur. Nuk u entuziazmove aq sa që do të duhej. Po pse thamu, i më shoqe tha, është më i bukur fshati, jo, po i thash është më i bukur. Dhe kur erdhi atje, kur e pa, sepse ka një pamje që të del më një herë fshati kështu, ajo ngeli pa fshat shumë i bukur. Aty kam disa kushërit e mi që më priti dhe ndërmjet tëra më tha, pse s'ke bërë një libër thamu për Neshtën? Mi thash, nuk më ka vajtur mendja, po ta bëjmë bashkë, thash. Sepse s'mund ta bëj edhe vetë, se unë s'kam jetuar atje, më duhesh ndihmë e ti. Ju futëm, i thash shkoj se unë e kam seriozisht, edhe unë seriozisht tha. Okej, e u futëm, e bëm, brenda një viti e bëm. Dhe e kam bërë me shumë dashuri. Duke lexuar, duke gërmuar, mbledhur të dhëna dhe nga doli nxorra që Muzaka i Angelinës që është quajtur Muzhaq. Muzhaqet që janë edhe sot. Unë kam pasur në fakultet një Nexhi Muzhaq. Dhe janë nga Gurakuqi i Qermenikës, Muzhaqet, fisi Muzhaqet. Edhe më doli pasaj duke lexuar sidomos disa dokumenta osmane, një është një regjistër i vitit 1467 që fliste për edhe e përmendte dhe Muzakën, e quajtur tradhtar se ishin ato. Dhe në fshatin tim ai thoshte që ky sepse ishin këta timarlit që ishin marrë në zotërim, që u kishin marrë aranitëve. Thoshte që këta kanë kapur, ishin 4, ishin 2 Josifi dhe se maj men atë emrin tjetër, ati turku tjetër. Ta të 2 thoshte kanë kapur atë. Pastaj duke lexuar edhe Shmidin e Shuteriqin, që thoshte që ata që i kapnin, si mos figura princat e këto, sultani i shpërblente duke u dhënë pronat e tij. Dhe këta kishin marrë, sipas Muzakës, sipas Gjon Muzakës, të librit që pa më para, kishte thënë që Muzaka i Angelinës kishte 4 fshatra në Qermenik dhe disa fshatra në Tomadhe. Dhe ky Josifi kishte fshatin Nesht, fshatin Kostenj, fshatin Lunik dhe fshatin Daranovic. Po ky kishte edhe
2 ose 3 fshatra në Domadhe. Do me thënë, unë nise për të gjetur rrënjën të fshatit tënë dhe zbulove një histori tërë. I dashur Arni, me qëse koha nuk na premton, do të jemi detyruar ta mbyllim këtu. Të nderuar teleshikues, dua t'ju shpjegoj diçka tani në fund. E zgjodha me qëllim mikun tim Avni Alcani për të na treguar dhe për të na folur për Çermenikën për 2 arsye. E para njëherë për të evidentuar punën që ka bërë Avniu gjatë gjithë këtyre viteve, pasionin që ka ai dhe dashurinë që ka ai për vendlindjen, për traditën, për kulturën, por dhe për diçka tjetër. Është koha, mendoj unë, që gjithë secili nga ne të promovoj ato pjesë të Shqipërisë që janë të padukshme, sepse duke përqendruar vëmendjen tonë vetëm në kryeqytet apo vetëm në qendrat e mëdha, harrojmë që Shqipëria nuk është vetëm Tirana, apo vetëm Durrësi, apo vetëm Vlora. Shqipëria është gjithë territori ynë, i cili në çdo kënd të tij, në çdo cep të tij, ka vlera, ka gjëra për t'u evidentuar dhe është i bukur edhe për t'u jetuar. Pikërisht me këtë qëllim, ose për këtë qëllim, edhe emisioni ADN kërkon që të promovoj ato vlera që ka Shqipëria në çdo cep të saj dhe të nxjisë sidomos iniciativat lokale dhe studiuesit që nga Tirana kanë zgjedhur që t'ia kushtojnë jetën e tyre pikërisht këtyre trevave lokale. Unë të falenderoj Avni që ishte me mua, do të jemi përsëri bashkë për të folur për disa nga personazhet e krajinës tuaj që kanë lënë gjumë në kulturën shqiptare, por këtë do ta bëjmë në emisionet e ardhshme. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni 24 i ADN-s Art Demokraci Natyrë. Nga unë Ilir Yzeiri, natën e mirë dhe miru pafshim te njëjtën tjetër.